Foto tjetër tani kemi një zhvillim tjetër në drejtësi, zgjedhja e drejtuesit të ri të SPAK në 8 kemi një këtë. Në 8 dhjetor, në 8 tetor mbaron edhe afati i dorëzimit dhe aplikimit të kandidatëve. Tani, këta janë 20 prokurorët e SPAK-ut. Unë për shembull do doja që një nga këta 20 ose si zvendësoj të ishit edhe ju, po nuk e kishte fat. Nëse i bie 21 pastaj. Po jo, po do t'i mbaroj mandatin dikujt. S'do heqim asnjë nga këta. Jo, 2 janë përjashtuar, Altin Dumani dhe Alben Kraja, sepse s'kanë të drejtë. Për drejtues thoni ju, jo, them për prokuror. Unë doja mirë prokurora, po t'ishe dhe drejtues ti, po. Tani, lufta është e madhe. Tani, gjërat nuk duken. Por tani disa gjëra ne gazetarët edhe kemi mësuar. Të paktën edhe pse kandidat potencial janë të gjithë, të 18. Po, këtë doja të ndërhyja në pikpamje formale, në pikpamje ligjore, në bazë të kritereve që parashikon ligji për të zgjedhur drejtuesi prokurorisë posaçme, të gjithë këta janë potencialisht kandidat për të qenë drejtues prokurorie, përjashto zotin Dumanin sepse mbaron mandatin. Dhe Kraja që ka Kraja nuk e diskutoj dot. Nga pikpamja ligjore është se të një pasnjëshëm. Kam qef ta quaj precedenti Trump. Si ka qef të zgjidhjet. Kraja si Trump, mund të kandidoj përsëri Kraja? Mund të kandidoj sepse ligji, fryma e ligjit, interpretimi i ligjit nënkupton jo 2 mandate rresht. 2 pika Arben Kraja si Donald Trump. Mund të fitoj mandatin jo të një pasnjës. Sepse parashikimet kushtetuese thonë jo në mënyrë të vazhdueshme, jo me një herë, jo me vijueshmëri të 2 mandateve, por në rast se kemi një pushim dhe kërkon të bësh një mandat tjetër, si quhet nga pikpamja ligjore, për mua modestisht them që mund të interpretohet që mund edhe po mund të kandidojë zoti Kraja? Si janë gjasat? Ta thash, për mua modestisht në rast se ka një interpretim të gjerë të ligjit, mund edhe të kandidoj. A ka gjasat fitoj? A këtu së të ndimoj do të pasaj, se duhet shojmë dhe kandidatet. Si do ishte Arben Kraja një mandat dytë, si Trumpi? Jo, nuk e besoj. Pse? Ishte vetëm precedenti Trump. Pasaj se që ndodhë e bëndë? Pasaj nuk ditë të them. Por ditë të them, me që po flasim dhe me emra, zoti Kraja ka meritën që krijoi prokurorinë e posaçme, hodhi bazat, po themi... Madje punoj pa struktura, pa BKH... Me shumë mangësi struktura... Po, themi këtë, se e kritikojnë sot, po... Jo, nuk ka arsye ta kritikosh aq më... Jo, e kritikojnë, them, po i thash, ore, aty s'ka pas BKH fara. Kur një institucion i ri krijohet, është shumë e vështirë që të shohësh me njëherë rezultatet atë institucionit të ri. Tani, e di që është një ushtrim shumë i fortë dhe shumë i rëndë, po përveç Dumanit dhe Arben Krajë që ti e komentove, unë dua për të 18 një koment nga ty dhe një vlerësim për gjithë prokurorët. Ti i ke kolegë, po gjithsesi, kjo është e bukur se Adnan Xholi. Shumicë natyre e njoh. Adnan Xholi është profesionist, është objektiv dhe sigurisht ka përvojë, po kam punuar ngushtësisht me të. Po të drejtojnë në SPAK, që ndodhë? Sigurisht që do jetë një vazhdimësi shumë e mirë e punës si ka bërë dhe ka lënë trashëgimni Kraja me Dumanin. Është si Dumani apo si Kraja? Mes të dyve. Mes të dyve? Sa e bukur. Alfred Qeu? Nuk e njeh shumë, kam punuar një periudhë shumë të shkurtër kohore në Elbasan dhe nuk mund t'jap një konsiderat, po vetëm nga pikpamja profesionale, fakti që kanë zgjedhur aty mund të kenë, do të thotë që i plotson kriteret për të qenë prokurori posaçëm. Anita Jella? Nuk e njoh fare. Si ti e the me shpejt, a shpejt sa e the ti duke se... Nuk e njoh fare. S'ka pasur asnjëherë punë në koncept të bashkëpunimit. Po s'është e thënë që ti të kesh bashkëpunim. Po që t'japësh një vlerësim, duhet të kesh dhe një lloj bashkëpunimi. Po pse për ata theti se njo, po derisa është aty... Po se kam punuar shumë pak me të. Ore, pse më kryo, sikur ke ndonjë gjë me të. Jo, kam punuar shumë pak, mos na hap sherrë me këta s'pak se kanë gati. Se janë gati. Sa e bukur kjo. O çfarë batute kjo. Do të s'ka asnjë gjë për Anita Jellën. Jo, për të gjitha që nuk njoh do të jap një përgjigje. 4, jo, 1, 2, 3. Ja prit. 4, 5 zonja janë. Dhe një nga këto 5 mund tjetë, se është koha e zonjave. Për të gjitha këto që nuk njoh do t'jap një përgjigje. Derisa kanë shkuar aty, besoj KLP-ja ka vlerësuar profesionalizmin e tyre. Jo s'rregullova asgjë fare. Personalisht nuk mund t'jap vlerësim. Zgjidhet Anita Jella drejtuese, po Behar Dibra. Zgjidhet do jetë objektivisht shumë profesionale dhe nuk besoj se do të Behar Dibra. Behar Dibra e njoh, është prokuror i vjetër, ka një përvojë shumë të mirë
punën e prokurorisë për krime të rënda, jo, është nga Shkodra. Nga Shkodra, nga Shkodra, po. Dhe është profesionist i mirë. Qofse zgjedhet ai? Çfarë do ndodh? Nëse zgjidhet ai, sigurisht që punën do vazhdojnë normalisht dhe do vazhdojnë në atë ritëm që prokuroria e posaçme ka krijuar tashmë. Ali Adnan Xholi nga ishte? Tash më duket sikur. Jo, prit. Do ta bëjmë nga Dibra. Tani ai nga Dibra tani vjen Bledar Maksuti prapë në Dibra. Çfarë ndihmë ke për Bledar Maksuti? Kam punuar, ka qenë oficeri policisë gjyqësore shumë vite në prokurorinë për krime të rënda, ka përvojë shumë të mirë në luftë kundër krimit organizuar, në marrëdhëniet jurisdiksionale me jashtë dhe është një profesionist i zotë. Qofse do zgjidhej Bledar Maksuti, çfarë do ndodhte me Spakun? Sigurisht që do të kem të njëjtën fjali, do vazhdonte punën e mirë të dy drejtuesve të mëparshëm. Tani dy Dibran mbaruan, vazhdojmë, kemi dhe Skrapalin. Doloreza Musavelliu, si prokurore shumë e zonja, objektive, e guximshme dhe sigurisht që ka patur dhe ka dosje të cilat i ka quar deri në fund me sukses. Ke pasur mundësi bashkëpunime? Po. Rase? Po. Si e vlerëson në aspektin? E vlerësoj në aspektin profesional shumë lart. Unë s'jothëm duket. Dorina Beko? E njoh shumë pak, nuk kam punuar drejt për zgjedhje nga Pogradeci? Po është vjen nga ka punuar në Pogradeci, por nuk e di se nga mund të jetë, është një prokurore profesioniste, sigurisht me nivel profesional dhe prokurore e cila ka dëshmuar që aty ka një objektivitet edhe në punën e saj. Dritan Prençi? Prokuror i zoti, prokuror profesionist, mban ngarkesë, kryen shumë hetime, ka qenë si në prokurorinë për krime të rënda, po të në prokurorinë e posaçme, ka mbuluar hetime të rëndësishme dhe voluminoze. Është prokuror i zoti. Kjo më pëlqen shumë, kjo mban ngarkesë. Po, sepse ka pas volum puna. Po, e mban. Po na lot të gjithë me këta, do të vulloj sherri më. Elida Kaçkini. Të them të drejtën, nuk e njoh personalisht mirë, patjetër që ka një profesionalizëm të spikatur në prokurorinë e posaçme, se në fundit po të ecim dhe me batutën, kot nuk i zgjedhin komisarët. Që ishte kjo? Elvin Gokaj. Është prokuror profesionist, prokuror objektiv dhe me integritet. Bravo, pëlqej shumë. E Neda Kuçi, se këtë e njoh vetë si prokuror me shumë përvojë, përsa i përket luftës kundër krimit organizuar. I vetmi që ka është diplomuar jashtë. Po ka mbaruar në Bukuresht. Po në Rumani. Është prokuror profesionist, është përgatitur dhe ky prokuror me objektivitet të lartë. Dhe ka mbajtur ngarkesë goxha. Po shumë ngarkesë në kohët e fundit edhe me dosje voluminoze. Enkeleda Millonaj? Prokurore e guximshme, prokurore e cila e guximshme, prokurore e cila edhe kjo ka patur një volum të lartë pune përsa i përket punës dhe ka një përvojë edhe përsa i përket atyre krimeve që quhen shtetërore, po themi, në shpërdorimin e detyrës dhe është prokurore e zonja. Klodian Bravo. Është prokuror shumë i mirë. Është prokuror profesionist. Ke punuar me të? Është objektiv, po kam punuar me të, është objektiv me integritet shumë të lartë si profesional dhe moral, po themi, dhe në këtë kuptim mendoj që është ndër prokurorët elit të prokurorisë posaçme. Elit, sa mirë më vjen. Tani, një gjë, sepse herën e kaluar në një emision, unë lexova CV-n e tij, nuk e dija këtë, dhe aty lexonte beqar. Tani për të qenë kështu, mua më thonë që nuk është Klodian Bravo beqar, po CV lexova unë për të qenë korrekte, kërkoj ndjesë që statusin juridik nuk e di, po di që është i martuar dhe ka fëmijë dhe ndjes, por jemi referuar në emisionin e kaluar. Dhe një familjar shumë i rregullt, me që më përkërkoj. Dhe kjo ka rëndësi shumë. Manjola Kajana. Prokurore e zonja, i bën nder dhe kjo prokurorisë posaçme që është aty. Sa mirë më vjen kur flet me këtë. Në përgjithësi të tëra zonjat që janë aty janë prokurore të zonja, por i zgjedh kuadrot partia. I zgjedhin komisarët. Për Manjolën mund të them që është dhe profesioniste shumë e mirë, njoh se shumë e mirë e ligjit dhe objektive. Olzdado. Edhe këtë e njoh, nuk kam punuar në mënyrë të drejtë, por është prokuror i zoti, profesionist, sigurisht që edhe ky me integritet. Me çështjen Veliaj, edhe ti ke bërë shumë vretje. Shiko, të kesh vretje, pa dalë drafti i kodit të ri penal, të kesh vretje përsa i përket mënyrës se si interpretohen pjesë të ligjit, se si interpretohet procedura penale, nuk do thotë që ti ulësh vlerat prokurorit. Ekziston mundësia që Olzdado të jetë drejtues sepse
më thonë që mund t'jetë ky asin në mënd, mund t'jetë kështu golden goal. Marrë mend atë versionin e futbollit që shnosh gole më mbyllësh ndeshja. Jo me kohë. Po mund t'jetë ai kandidati i fundit, i minutave të fundit. Ekziston mundësia? T'jap një përgjigje diplomatike evropiane jo amerikane? Po. Ma e nga korça mua, nga ndek nga je. Diplomatike europiane, jo amerikane, se amerikanët mund t'i bje në kokë në një. Ata s'të falen. Se cili prej këtyre është kandidat? E kuptova. Sotir Klapi. Edhe ky është prokurori i Zoti. E një në bashkëpunim. E një në bashkëpunim, është prokuror që merr përsipër, kryen hetime dhe sigurisht që ka profesionalizëm. Vladimir Mara? Në rast se do kesh kohë, ta përkthesh pjesën që kam thënë për Dritan Premçin. Janë të dy prokurorë shumë të zë. Do të futu montazhe, se ti e gazetari vjetër? Po, prandaj thash. Si ta fut montazhen e pastaj tani ti e di këto teknikalitete. Është e njëjta përsëritje, është prokuror që në prokurorinë e posaçme, po të më parë në prokurorinë për krime të rënda ka patur volum të lartë dhe ngarkesë të lartë puna dhe e ka përballuar me sukses. Është prokuror i Zotit dhe prokuror i guzimshëm. Vladimir Mara? Po për Vladimir. Për këtë se kuptova se i kthemi dhe për Vladimir Mara. Dvin Kondili? Prokuror me profesionalizëm të lartë. Prokuror me objektivitet dhe prokuror që po të themi nga ana e pregatitjes profesionale, spikat në prokurorët e prokurorisë posaçme. Ani kam 2-3 pyetje nga smu se unë këtu për këtë punë jam, nuk jam për të thënë se sa të mira janë gjërat. E para njerë, klani i Dibrës me klanin e Skraparit, kush do fitoj këtu? Që ka shumë Dibran dhe ka dhe 2 Skrapalinj. Por ne të Korçës nuk na keni në listë pare. Kush është nga Korça këtu? Kemi Kondilin. Kondili nga Korça, tjetër? S'po gjej njëri tjetër tani, nuk e di Bejkon, nuk e di. Bejko është, ka qenë përgatitur, por nuk e di që të them nga është. Nëse. Jo. Është histori. Jo, pra, dhe këtë pyetje ta bëj tani, se zoti Dumani është nga Dibra. Po. Ministri i drejtësisë që iku ishte nga Dibra, ministri i ri që erdhi është nga Dibra. Edhe Rama tha unë se dia, tha unë emërova, tha unë se dia, tha që edhe Lamallari tha që nga Dibra. E morë vesh këtë? E emëroi dhe nuk e dinte. Nuk e dinte. Do na shpjegojnë në një serial sy se si ka mundësi që kryeministri nuk di origjinën. Kryeministri nuk thotë që ore çfarë origjinë është ky, ai shikon vlerat tani. Atëherë ne shohim vlerat, mos shikon origjinën. Ai unë po them për kryeministrin, unë po them nuk shoh, jo çfarë them unë. Unë i kam parë këta gjithë, për shembull, Doloresa Musavelliu nga Skrapari, Klodian Bravo nga Skrapari, i po këta nga Dibra, Dumani nga Dibra, Xholi nga Dibra, Maksudi nga Dibra, prit kush ishte tjetër nga Dibra? Behari jo nga Dibra, me gjithë me emrin nga Dibra, se i kishe... Po, a ishe nga Shkodra. Vladimir Mara? Jo, s'është nga Dibra, është nga Mati. Po, është nga Mati, po. Po, është edhe i dikush tjetër nga Dibra. Duhet të kesh në... Anita Jella nga është? Më duket se është nga Dibra. Është nga Dibra, po shiko klani Dibrës? Atere, shiko, nuk ka rëndësi, është për relax, me që kemi kohë ta diskutojmë. Nga do të jenë, rëndësishme është që janë profesionist, që janë objektiv, dhe do të çojnë, po themi, përse mos e themi si ato fjalimet e kongreseve, po do të çojmë përpara punën e drejtuesve të deri tanishëm të prokurorisë posaçme, se në fundit nuk duhet kuptojmë diçka. Puna në grup është shumë e rëndësishme në këto lloj prokurorish. Dhe këta prokuror duhet të kenë jo vetëm bashkëpunim, po duhet të kenë, po themi, një lloj standard, një lloj marrëdhënie të mirë me njëri tjetrin, sepse puna në grup në prokurori është shumë e rëndësishme. Aq më tepër në një prokurori të specializuar ku lufton krimin e organizuar dhe rreziqet janë shumë më të mëdha. Mendo se ç'mund të presësh kur ti nuk ke besim te kolegu që ke në krah që mund të të dekonspiroj. Unë them dhe nuk duhet të ekzistojë. Të paktën në prokurorinë për krime të rënda nuk ekzistonte. Se ti ke provojë. Sa nga këta kanë qenë prokurorinë e krimeve të rënda? Shumica. Shumica kanë shumica kanë qenë në prokurorinë për krime të rënda. Dhe për këtë arsye shkojmë ke roli i drejtuesit. Drejtuesi ka dhe një rol të kompaktësimit të skuadrës. Nuk është si sistemi drejtësisë, po themi, si gjyqtari që është i ftohtë, rri në zyrë,
del në sallën e gjyqit dhe nuk ka lidhje e ka shok apo se ka shok kolegun që ka në krah të trupit gjyqësor. Prokurori është tjetër gjë. Prokurori, duke qenë se është në hetim paraprak, duke qenë se jeton me rrezikun e luftës kundër krimit të organizuar, duke qenë se jeton me rrezikun e presioneve si politike, si nga jeta kriminale e njerëzve që ai heton, duhet patjetër të jetë kompakt edhe të ketë besim të ai që ka në krah. Tani një pyetje kam me kë nga këta të mbulojnë me zjarr krahët njëri tjetrit. Me kë nga këta të krimet e rënda ti ke kaluar momentet vështira Eugen? Për momentet vështira në shkuptim. Çështje vetë, çështje ju s'keni pasur çështje vjedhje bicikletash, ju keni pasur çështje. Ai që kemi qenë bashkë dhe kemi patur bashkëpunim. Me Xholin, me Xholin kemi pas disa çështje të vështira, me Adnan Xholin, po kemi pas disa çështje të vështira. Keni kaluar momentet vështira? Kemi përballuar me sukses disa momentet vështira që kemi pasur. Edhe kërcënimet? Po. Edhe kërcënimet? Po, sigurisht. Kurse me të tjerët kemi qenë kolegë, kemi pas çështje përbashkëta. Trimët ndonjë? Po, sigurisht. Është trim, po. Tash ja folëm për klanet tipës. Po sa mirë më vjen ti thuhet një herë. Ka vetëm në skrapar trima. Jo, prit, se s'kemi vetë skraparin po. E di çfarë do thosha Eugen? Je nga të rrallët avokat, se statusi sot avokate, parosi se unë të them gjithmonë prokuror, unë them prokuror, se ashtu të kam njohur, që flet kaq mirë dhe disa mirë më vjen që flet kaq mirë, sepse ka dhe avokat tjerë, i respektoj edhe ata, edhe fillojnë, ky këtë, po kur ti i thua kaq mirë këto fjalë, kur ti ke punuar me ta, ke ndar vështirësi, punë dhe punë konkrete, mua më vjen aq mirë Eugen Beçi sa më kënaqem me këtë. Shko, do të kuptojmë diçka, që të punosh prokuror në Republikën e Shqipërisë është shumë e vështirë. Dhe për të shkuar prapë ke drejtuesi prokurorisë, a e kuptoni sa të vështirë do e kenë të kandidojnë e jo më të zgjidhen drejtues në këtë lukuni sulmesh të opinionit publik, të politikës, të krimit organizuar, ai që do zgjidhet drejtuesi prokurorisë. Edhe krimi organizuar po punon që të ndikojë? Në mos të ndikoj, ai që do kandidoj, unë jam në lëkune gjithë se cilit prej tyre, ai që do kandidoj, e kupton sa të vështire e ka dhe në pikpamje të përballimit, të presionit, të opinionit, të sulmeve, nga më të çuditshmet, sepse në Shqipëri çfarë nuk ndodh, dhe e kuptoni sa të herë duhet ta masin veten këta njerëz që të tentojnë të kandidojnë për drejtues të prokurorisë. Prandaj kemi vënë aty. Po patjetër. Ti ke vënë aty që ata drejtojnë sipas ligjit. Ti nuk i ke vënë aty që të çohet një parti në mëngjes ti shaj, një parti në drek ti lëvdoj, krimi organizuar në darkë këtu çojnë një mesazh. Ti ke vënë aty që ata të kenë punën e tyre sipas ligjit. Por në rast se ti nga mëngjesi deri në darkë anatemon drejtuesin e prokurorisë posaçme, anatemon prokurorët e posaçëm, një pas një, atëherë çfarë rezultati mund të kesh objektiv? Të gjitha që shikoni janë njerëz, kanë familjet e tyre, dhe të gjitha që shikon kanë atë refleksionin e tyre me veten e tyre. A e kupton që njeriu lodhet edhe nga pikpamje psikologjike, thonë po ç'mu desh mua kjo punë? Dhe jo për keq, se shpeshherë bien drurit shkurt shqiptarët tonë, si mund të thuhet që mund desh mua kjo punë, po njerëz janë ata prej mishit dhe prej gjaku. Nuk mund të kesh superherojnë dhe do thuash jo, po unë prandaj kam zgjedhur aty, prandaj ti jap rrogë të lartë. Dakor, ti prandaj e ke zgjedhur aty, prandaj i jep rrogë të lartë, prandaj i jep po themi benefite të tjera, prandaj i krijon kushte sa më të mira. Po kjo s'do të thotë që ti të marrësh librin dhe me libër shtëpie nga mëngjesi deri në darkë ti marrësh një nga një të gjithë ta, sepse minimale i bën dëm vetes tënde ti që sulmon. Pse i bën dëm vetes tënde ti që sulmon? Sepse njeriu është qenie e çuditshme dhe nga ana psikologjike. Të sulmosh gjithë ditën, a mund të jesh më objektiv? Ja. Ka mungesë. Jo. Mund të sulmosh, po bëj edhe në një vlerësim. Jo vetëm aq. Por ti në rast se sulmon gjithë ditën atë person, gjithë ditën prokurorin tënd të çështjes, po themi, ti si politikan, mendon që ai mund të jetë objektiv? Është çike vështirë. Le mos flasim tani me ligje, jo po kështu, jo po ashtu. Eugen, janë 20 heronjt e drejtësisë këta prokuror? Shko, kjo fjala hero nuk më pëlqen në fakt. Po çfarë janë këta 20? Këta janë 20 persona, të cilët për shkak të përvojës së tyre, për shkak të profesionalizmit të tyre, janë zgjedhur të bëjnë një punë të veçantë, elit në prokurori. Dhe në fundit po bëjnë, po themi, zbatimin e ligjit në
kushte të veçanta të një strukture e cila ka subjekte të posaçme, ka dhe përcaktuar krimin e organizuar dhe korrupsionin e zyrtarëve të nivelit të lartë. Nuk e them dot fjalën hero. Nuk më vjen. Nuk më vjen për askënd. E kuptova. Jo për këta, por në gjithë kohën, edhe më parë dhe më pas, një nëpunësi publik, një shërptori publik të shtetit nuk mund t'i thuash hero. Hero po, mund t'i thuash një personi që s'ka lidhje fare me detyrën dhe bën diçka për të mirën publike. Tani që të mos i kthehemi përsëri sepse a janë të guximshëm se amana se kush e di si interpreton. A janë të guximshëm, sigurisht janë. A janë besnik të ligjit, përpiqen të jenë besnik të ligjit. Përpiqen. Pastaj do të diskutojmë kodin penal, por më që jemi te prokurorët, kemi një çështje me Olzdadon, me zotin Velia, i cili e ka çuar çështjen gjykatën kushtetuese. Dhe janë disa gjëra që do doja mendimin tënd. Madje para se të shkosh ke mendimin, që patjetër do ta jap mendimin tim. Meqense bëm gjitha diskurs të linçimit të personave dhe të emrave, unë prirem dhe jam shumë komod të them që kemi përballë prokurorinë e posaçme me kryetarin e Bashkisë Tiranës. Nuk mund të kemi përballë Olzdadon me Erion Velin. Jo si unë kam parim, po. Unë te kam parim. Edhe në sallën e gjyqit, si prokuror kur isha dhe sot që jam avokat, nuk i drejtohem asnjëherë avokat filanit, po avokati përfaqësuesi ligjor i këtij. Siç edhe avokatët me integritet i drejtohen prokurorit, organi përfaqësuesi i akuzës, jo me emra. Tani si avokat i keni fituar tëra çështjet apo i keni humbur? Si i keni bilancin me këta? Po jo, nuk se tek ta. Po. Duhet edhe një herë gjia foton e jo, prit se ka rëndësi kjo. Sa çështje ke fituar, sa çështje ke humbur? Tek ta shumicën e çështjeve e humbet. Wow. Ç'ishte kjo? Vazhdojmë tani. I ke humbur, ë? Po sigurisht, jo vetëm. Edhe folë aq mirë? Po nuk ka lidhje je shumë larg, se nuk ta jep dot dorën. Nuk ka lidhje zbatimi. Je shumë larg, do ta jepja dorë. Do të thotë që ti të kesh humbur çështjet dhe flet kaq mirë, po s'ka lidhje me objektivitetin e të zbatimit të ligjit. Eugen Beçi, ti e meriton të ishe jo në spak, po ç'ishin ata që të hoqën ty mëre? Ata janë tjerë. Si janë këtu? Tani, vim dhe çështja e zotit Veliaj. A kishim shkelje të procedurave juridike me shkarkimin nga Këshilli Bashkiak? Të ndajmë diçka. Po? Unë kam dëshirë të ndaj. Çështja penale, procesi penal, që ndjek prokuroria e posaçme ndaj zotit Veliaj, po? Për hir të ligjit, për hir të objektivitetit, nuk ka lidhje me shkarkimin administrativ që i ka bërë Këshilli Bashkiak dhe më pas e ka miratuar. Po, s'ka lidhje, është komplet një gjë tjetër. Janë komplet dy drejta paralele, nuk kanë lidhje me njëra tjetrën. Nuk afektojnë njëra tjetrën. Për sa i përket asaj që ju thoni, në mënyrë të drejtë për drejtë, unë mund të them me gojën plot. Që? Po, shkelje procedurale në shkarkimin, në procesin e shkarkimit të zotit Veliaj, kishte. Sepse procesa e quaj faktin që kemi një mbledhje të Këshillit Bashkiak që bën propozimin dhe pastaj shkon në Këshillin e Ministrave që bën miratimin e këtij propozimi me atë ndërmjetësin që është prefekti në mes. Kush janë shkeljet? Referuar jurisprudencës së gjykatës kushtetuese të Republikës Shqipërisë, 2 vendime të 2013-s dhe 2 vendime të 2021-shit, mos gaboj, zgjedhjet, përcaktojnë saktësisht faktin që çdo person i zgjedhur vendor, qendror dhe çdo qytetar i Republikës Shqipërisë ka të drejtën të ketë një proces të rregullt ligjor dhe në procesin e rregullt ligjor jo fjala e përgjithshme, por ka të drejtën të njihet saktësisht me shkeljet që ka bërë dhe arsyet pse duhet të shkarkohet ose të hiqet nga puna në varësi të rastit dhe të ketë patjetër prezencën e tij në procesin administrativo-disiplinor, siç është në këtë rast, ose të jetë vetë prezent, ose të ketë përfaqësuesin e tij të autorizuar me prokurë të posaçme. Këto element nuk janë zbatuar në Këshillin Bashkiak. Nuk është dëgjuar fjala e kryetarit të bashkisë të kryeqytetit të Republikës Shqipërisë. Jo vetëm duhet ishte aty, se i biem shumë shkurt. Dhe ç'shpjegon? E para, Këshilli Bashkiak duhet i çonte një relacion dhe një projekt vendim për propozim të argumentuar disa ditë përpara kryetarit bashkisë dhe ai të bënte opsionet e tij dhe kundërshtitë e tij që kishte në lidhje me këtë shkak të shkarkimit. Pastaj, pasi të bënte këto kundërshtime, kur të zhvilloi seanca e procesit disiplinor
që në rastin konkret është në Këshillin Bashkiak, nuk është në Këshillin e Ministrave, por është në Këshillin Bashkiak, prezenca e tij ose e përfaqësuesit të tij ligjor për të dëgjuar ai me kundër argumentat e tij është e domosdoshme. Nuk është e domosdoshme për të largojën, por është e domosdoshme për të zbatuar atë rregull që ka përcaktuar Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, e cila i quan mungesën e paraqitjes së kundër argumentave nga personi i akuzuar ose i proceduar si një proces të parregullt ligjor, dhe të gjithë e kuptojmë, procesi i parregullt ligjor e bën nul procesin në përgjithësi. Për këtë arsye, duke menduar vetëm shkeljet procedurale, përsa i përket procedurës, kemi të bëjmë me momentet të cilat duhet të diskutoj Gjykata Kushtetuese. Përsa i përket materjes, a kemi të bëjmë me një shkak ligjor të përcaktuar sipas nenit 62 të ligjit mbi vetëqeverisjen vendore, kjo është çështje e diskutueshme. Ligji aty thot mos pjesëmarrja për 3 muaj në Pse diskutueshme? Ne kemi precedentin Berisha dhe ai i zgjedhur është. I zgjedhur të ndoqi rrugët ligjore për të kërkuar leje për të marrë pjesë në kuvend, dhe megjithatë me një interpretim të zgjeruar kryetaria e Kuvendit të Republikës Shqipërisë e quajti mungesë të arsyeshme. Tek prandaj them, prandaj është çështje diskutueshme, prandaj po them, ky pikërisht që nxjerrin këtë shaq. Veli një status ka. Ta mbaroj. Dhe në fund për logjikën. Dhe çfarë ndodh? Ligji nuk e përcakton me arsye apo pa arsye mungesën 3 mujore. Ligji mbi vetëqeverisjen vendore thot mungesa për 3 muaj në kryerjen e detyrës. Për mua, si jurist, në rast se interpretojnë në gjërësisht, mungesa 3 muaj e arsyeshme apo e pa arsyeshme nuk përbën për shkak për shkarkimin. Për mua, shkak për shkarkimin përbën një mungesë e pa arsyeshme, kur ti tregon vullnet që s'do drejtosh bashkim për cilën të ka votuar qytetarët. Por në rast se ka element objektiv që ty të pengojnë të ushtrosh detyrën, sigurisht që këtu hajtë ta diskutojmë. Prandaj, është momenti, mendoj unë, që Gjykata Kushtetuese t'i jap fund dhe kësaj dileme. Të kthehet në praktikë. Sepse, shiko, ligji nuk është kështu mur që duhet i godasim. Ligji ka dhe disa elasticitete të cilat vinë në ndërreshtat e tij. Mungesë 3 mujore. Po më fal tash. Në rast se një person ka dëshirë, ka vullnet të shkojnë në detyrë, po qoftë larg është shumë i smur, a nuk do e presësh atë person të mbaroj problemet shëndetësore dhe të kthehet në detyrë? Sigurisht, edhe kur është smur. Po, në pasnenin 62, edhe po t'ishte smur, do t'ishte shkarkuar. Sepse ka të papërcaktuar. E kuptova. Prandaj është një element të cilin... Si e parashikon vendimin e Gjykatës Kushtetuese? Gjykata Kushtetuese, patjetër për mua, për shkak të atyre vendimeve që ka marrë, për shkak të jurisprudencës që vetë ka ndërtuar, do e quaj për mua shkelje të procedurave. Dhe çfarë ndodh me këtë, zoti Beqi? Propozimin e shkarkimit. Se çfarë do të vendos pasaj për pasojat, ne nuk ditë të ta them, sepse Gjykata Kushtetuese në Republikën e Shqipërisë për hir të vërtetës asnjëherë nuk ka rregulluar pasoja. Kujtoni rastin Rakipi, u kthye prokurori i përgjithshëm? Mori vendim Gjykata Kushtetuese që ishte shkarkimi i padrejtë dhe nuk u zbatua vendimi. Të rrim ke rasti Zef Hilës, po tha Gjykata Kushtetuese është shkarkuar në mënyrë të padrejtë, po ndërkohë aty kishte filluar kryetari i bashkisë. Në këtë rast, pasojën e drejtë për drejtë vendimi për kthimin e punës së Rakipit nuk është qisoj, a do ketë zgjedhje në Bashkinë e Tiranës? Pa, këtu ndalo. A pra? Jo, e bëre pyetjen mbase nga padia e qartë. Faleminderit që më the nga padia, po nga padia doli pyetje kaq e bukur ama. Ja, doli pyetje shumë e bukur. Se kjo është pasoja drejt për drejt në bazë të nenit 115 të Kushtetutës Republikës Shqipërisë është pezullimi i menjëhershëm i shkarkimit të kryetarit Bashkisë Tiranës. Vendimi i parë. Ky është pasoja e parë. Në rast se procesi do heci brenda normave 4 mujore që mund të parashikoj Gjykata Kushtetuese, 3 plus 1 muaj që e ka sipas ligjit vetë mbi gjykimin, dhe ky proces nuk ka lidhje me pezullimin. Pezullimi është automatik. Pastaj, a do jap të drejtë zotit Velie mbi shkarkimin apo jo, është tjetër gjë. Në rast se jep të drejtë zotit Velie që shkarkimi është i padrejtë, ai do vazhdojë detyrën. Se në fundit duhet kuptojmë dhe s'ka zgjedhje pjesëshme.
Ora dhe sot nuk ka zgjedhje të pjeshme se do zbatohet në 115 i Kushtetutës. Është pezulluar vendimi i Pyetja Rama për këto që thot 105 e Kushtetutës. Unë aty fillova të them në mënyrë shumë elokuente të tregoj që gjykatën kushtetuese ndër shekuj nuk e kanë. Do të thënë edhe ti e ke nga padia zoti Beçi. Dhe me këtë logjik. Në pikpamje të drejt për drejt pasojë është direkte pezullimi. Pastaj se çdo ndodh me gjyqin e themelit në gjykatë kushtetuese. Ti edhe gazetar përveç se je edhe prokuror. Tani me këtë gjithë që ti the, nëse ndodh kjo që ju argumentuat, i bie që 1. Erjo Velia vazhdon detyrën si kryetar bashkie dhe 2. Nuk ka zgjedhje të pjesëve në Tiranë. Nuk e argumentova, unë argumenton kushtetuta. Pra mirë, po ju e sqaruat. Tashti, në rast se dikush do marr përsipër të thotë që unë nuk pyes në 115 të kustetutës, hallalli qoftë, le ta marr përsipër, le ta bëj, ka pasoja të ndryshme, le të çohet gjykata kushtetuese, le ta shpjegoj. Por mos harrodhe diçka që pezullimi nuk tregon që ke të drejtë apo jo. Pezullimi është automatik që parashikon kushtetuta, derisa unë ta shqyrtoj thotë gjykata kushtetuese si është e drejta apo jo. Kështu është 6 muaj përpara mbajtjes zgjedhjeve nuk mund të bëhen zgjedhje. 6 muaj përpara afatit. Për 6 muaj të përfundimit të mandatit nuk mund të zgjidhet. Po. Tani, kam 2 pyetje konkrete për çështjen Velia e para, sepse unë ripash të gjithë emisionin dhe keni thënë që dosja ndaj Veliait është një zhvillim shumë pozitiv. Po. Por pyetja e madhe është, ai nuk është i shkarkuar, nuk është i akuzuar për shkak të detyrës, por për shkak të një çështje që ka të bëjë me bashortën e tij. Ajo, ky është për mos ta quajtur abuzim, po e quaj lojë fjalësh. Fakti penal i interpretuar në atë formë, si thoni ju, nuk është i saktë, nuk është i drejtë. E para, unë vazhdoj të qëndroj fakti që është dosje shumë e rëndësishme e prokurorisë posaçme dhe ecuri pozitive dhe ecuri shumë pozitive e prokurorisë posaçme. Në fakt, kjo fjalë shumë s'duhet thënë sepse shpesh herë nuk tingëllon emocionalisht. Ti si prokuror tani detyrë, ti je ish prokuror tani. Por fakti që lidhet me të qenit tënd si kryetari i bashkisë e sjell të tërë faktin penal rreth asaj, sepse pyetja që lind është në rast se ti nuk do ishe kryetari i bashkisë, a do akuzoj bashkëshortja? E kuptova. Kështu që është e qartë ajo. E dyta, tani edhe nga eksperjenca ime si gazetar, çdo kush ka drejt bëjë denoncim. Po. Mirë po, ai kur e bën denoncimin me letër, thërret ai prokurori edhe këtu thotë, kush je ti? Ç'është ky denoncim? Dhe pastaj merret një vendim që regjistrohet çështja dhe nis hetimi apo jo. Paktën unë kështu e di. Nga gjitha eksperienca ime si gazetar, si reporter i Kronikës Zez, once upon a time në 2 bashk, di vetëm gjysmën e të vërtetës. Dhe tash i saktë. Do të thënë kaq di, kaq do të si procedurë. Tani, Nesti Angoni, mund mos i kemi unë informacionet e sakta, këtu të kujt dies. Por pse ne nuk e se dim ore me të vërtetë, nuk e kemi 100%. Po unë nuk flas për informacione konkrete. Po pra deri më sot, unë nuk e di që Nesti Angoni të jetë bërë në një verifikim që kush është e për më tepër të jetë marrë në pyetje. Mund të jem unë gabim, mund të ma thuash ti, mund të jem gabim, ka 2 elemente të procedurës penale që për sa i përket mënyrës se si nis regjistrimi një çështje penale. Elementi i parë që ju treguat. Në rast se një person bën kallëzim dhe ka element konkret të faktit penal, siç është ajo të shpjegova ke ishulli Aruba, shumë e drejtë. Ka element të faktit penal, ka element të cilët të çojnë tek prova konkrete për të vërtetuar faktin penal dhe për të vërtetuar autorsinë e kryerjes së veprës penale nga persona konkret, është e ndaluar që kallëzuesi të jetë anonim. Po? Se kemi me një kallëzues anonim, kodi i procedurës penale nuk të lejon të regjistrosh procedim. Por kemi një paragraf të dytë përjashtimor. Kallëzimet anonime për të regjistruar një procedim penal pranohen vetëm në rast se ato paraqesin prova konkrete të drejtë për drejta për sa i përket faktit penal dhe autorsisë. Dhe kam përshtypjen, në rastin konkret jemi te rasti i dytë i regjistrimit të procedimeve. Kemi të bëjmë me një kallëzim anonim, i cili ka paraqetur prova konkrete. E ke lexuar ti atë? Kam lexuar vetëm aktin që ka pas çështje, jo kallëzimin në mënyrë të drejtë. Kallëzimin e Nesti Angonit. Ka i referohet provave dhe fakteve dhe rrethanave konkrete. Dhe për këtë arsye, ligji procedurial penal e lejon. Avokatët thonë ta shmangi. Jo, shiko, avokatët i referohen, është çështje të parë. Avokatët i referohen asaj pjesës që thoni ju. Në kodin procedurës penale thuhet, nuk lejohen kallëzimet anonime. Por
Ka një përjashtim në këtë rast, dhe përjashtimi vetëm është që kallëzimi anonim mund të pranohet për të regjistruar një procedim penal, vetëm në rast se ka rrethana dhe fakte konkrete. Kjo është e vërteta e ligjit. Tani dhe